Në shkollën e mesme, 28 nëntori u zhvillua një orë edukuese me maturantët të cilët do të marrin pjesë për herë të parë në zgjedhje. Ky program u organizua nga KQZ dhe Agjencia Kombëtare për Edukimin Parauniversitar dhe u financua nga Këshilli i Evropës dhe Ambasada Gjermane. This is a program focusing on electoral. Është një program që ka për synim të informojë të rinjt për rëndësinë e votës, edhe pse ata duhet të marrin pjesë, edhe ushtrimi i sotëm do të jetë pikërisht praktikimi i këtyre njohurive, me shpresën që ata do t'i evitojnë edhe ato problematika që mund të shfaqen në 11 maj. Të rinjt është e rëndësishme që të përfaqësohen edhe të vendosin për të ardhmen e tyre, sepse ata janë e ardhmja e vendit. Elections are respecting integrity rule. Njëkohësisht me Shkodrën që jemi sot, zhvillohet ky ushtrim dhe ky edukim zhvillohet në 350 shkollat mesme të vendit, nga Vermoshi në Konispol. Edhe është një mënyrë e mirë për të kuptuar të gjithë se sa duhet të jetë e rëndësishme demokracia dhe pjesëmarrja. Maturantët bën një simulim si do votohet në ditën e zgjedhjeve, ndërsa pjesë e këtij programi ishte edhe ndërgjegjësimi të rinjve për rëndësinë e votës. Dita e sotme është një ditë ku do simulohet një proces, një ditë votimi dhe do jenë këto vetë maturantët të cilët janë udhëhequr edhe nga mësuesit e shkollës që kanë drejtuar këtë program, për ta orientuar dhe për ta drejtuar një proces të tillë gjatë gjithë, sikur do të ishte një ditë votimi e zakonshme. Këtë vit si votuese e re dhe së shpejti si votuese e së ardhmes, jam bërë pjesë, do bëhem pjesë e zgjedhjeve. Kjo sepse kam kuptuar rëndësinë që kanë zgjedhjet për të krijuar një impakt ose vendim sadopak të vogël që kemi ne. Programi u zhvillua në gjithë shkollat e mesme të Shkodrës, ku përfshihen disa faza që përmbledhin të gjithë procesin e votimit.